Nata në Ukrainë u shndërrua sërish në një skenë lufte, teksa një valë e fuqishme raketash balistike dhe dronësh goditën Kievin dhe rajonet përreth. Bilanci ishte i rëndë, të paktën 17 të vdekur, 10 të plagosur dhe dëme të mëdha ndërtesash e infrastrukturë. Alarmet ajrore ran për orë të tëra, ndërsa banorët u përpoqën të strehohen për të shpëtuar goditjeve. Edhe pas shpërthimeve, ekipet e emergjencës vazhduan kërkimet në Rënoja, duke punuar në rrezikun e sulmeve të reja. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, objektivat e operacionit ishin qendra e transportit, logjistikës dhe shpërndarjes, të goditura me raketa precize dhe dron me rreze të gjatë veprimi. Forcat ajrore ukrainase thanë se arritën të neutralizonin shumicën e dronëve, por asnjë nga raketat balistike nuk u ndal. Sipas Kievit, kjo lidhet drejt për drejt me mungesën e sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore, të cilat vendi kërkon prekohësh nga aleatët perëndimor. Ndërprerësit e raketave balistike mund të kishin shpëtuar jetën e të vrarëve sot. Është shumë e rëndësishme që partnerët tanë të kuptojnë se vonesat në furnizimin e tyre ose mungesa e gatishmërisë për të ofruar sisteme antibalistike çojnë drejt për drejt në viktima dhe shkatërime të tilla të tmerrshme. Sulmi vjen në një moment kur Rusia ka shtuar ndjeshëm përdorimin e raketave balistike kundër Ukrainës, ndërsa mungesa e sistemeve të mbrojtjes ajrore po e bën gjithnjë më të vështirë mbrojtjen e qytetarëve dhe popullsisë civile.